Kthimi nuk është turp, është guxim. Njeriu gabon, humb, largohet. Kjo është natyra jonë. Allahu thot në Kur'an se ai I do ata që kthehen shpesh dhe që pastrohen. Kthimi nuk ka nevojë për fjalë të mëdha. Ka nevojë për një hap të vogël, të bërë sinqerisht. Nuk ka rëndësi sa larg ke shkuar. Rëndësi ka drejtimi nga kthehesh. Nëse sot e pranon gabimin, pa u justifikuar, pa ja hedhur fajin askujt, ke bërë hap të madh. Ramazani është muaji I kthimit, jo për ata që s'kan gabuar, por për ata që e pranojnë gabimin, sepse Zoti nuk mbyll derë, ai pret.